Në zonën e Libohovës, blegtoria ka njohur zhvillim të shpejt, një fenomen që mbështetet si nga traditat e gjata të banorëve, ashtu edhe nga mbështetja financiare e qeverisë nëpërmjet subvencioneve. Kjo ka lejuar rritjen e kapacitetit blegtoral dhe prodhimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale të cilësisë së lartë. Një nga blegtorët më të njohur të zonës është Sami Peça, i cili ka rreth 100 krerë të imta. Ai arrin të sigurojë sasi të konsiderueshme qumshti, i cili shfrytëzohet për prodhime të ndryshme. Për Peçën, kjo është një punë e përditshme që kërkon angazhim dhe vëmendje të vazhdueshme gjatë 24 orëve për të kujdesur për kafshët, ushqyerjen e tyre dhe mbledhjen e qumshtit. Kemi 100 krerë dele. Kemi 30 vjet që i mbashtrojmë. Me kontrata jemi në rregull, me bagjon që punojmë, me kullata jemi në privat, s'kemi të bëjmë me shtet fare, po more toka me qira, mund i mashtrosh i kemi vet ato shpenzime dhe i mbulojmë vet ato. Vitet e fundit ka një rritje të numrit të imtave. Sipas Filip Zera, përfaqësues të sektorit të bujqësisë pranë bashkisë Libohov, janë rreth 60 blegtor të mëdhenj dhe 20 blegtor të vegjël që veprojnë në këtë zonë. Bashkinë e Libohovës, e cila është një bashki që mbarëson një numër të madh bagtish, kryesisht të imta, numri është në përgjithësi i pandryshuar. Ka një rënje të gjedhve, por bagtit e imta janë në kushtet e viteve të kaluara. Në bashki regjistrohen rreth 17.000 bagtit imta, kryesisht dhenë dhe dhi. Numri i dhenëve është më i lartë, është rreth 14.000, ndërsa dhit rreth 3.000. Numri i blegtorëve është rreth 90. Pasi ka rreth 17 fshatra dhe është dhe qyteti Libohovës, i cili është një qytet gati bujqësor. Ta rreth 90 fermerë kontraktojnë sipërfaqet kullosore në territorin e bashkisë me përjashtim të një numri të vogël, rreth 10 kontraktojnë te bashkia Dropull, kryesisht në zonën e Pogonit. Kryesisht rreth 60 janë blegtorë që kanë mbi 200 krerë bagti, ndërsa 20 tjerë kanë më pak se 200, rreth 130-140. Në përgjithësi ata blegtorë që mbarështrojnë shtojnë numrin rreth 10 deri në 20%. Subvencionet e dhëna nga qeveria shqiptare kanë ardhur në rritje dhe pothuajse kanë përfituar të gjithë fermerët. Vitin e kaluar e kanë marrë subvencionin, ndërsa për vitin që jemi, subvencioni nuk është dhënë, pasi skema e subvencioneve nuk ka filluar akoma. Prej vitesh, në zonën e Libohovës, operon një prej baxhove me standarde bashkëkohore. Administratori Fredi Mahmutaj thotë se janë 40 fermerë të zonës, të cilët sjellin qumshtin. Zona jonë është e pasur me blegtori. Vit sa vetë blegtoria shtohet, se ka pasur dhe interes të vitet e fundit. Çmimi i qumshit ka ardhur në rritje, mirë po vitin e kaluar pati një rritje të sforcuar. Kjo është për shkak se duke mos patur djath në treg, u rrit kërkesa, kurse këtë vit ka rënë pak çmimi i qumshit. Kjo erdhi si pasojë se ka djath, blegtorët i quaj si një pjesë të familjes, këta që kanë mbajtur. Dhe mendoj se pjesa më e madhe janë ndërgjegjësuar. Po unë këta blegtorë që kam them se jo me bindje të plotë, që pjesa më të madhe i kam të ndërgjegjshëm, kam krijuar një marrëdhënie si familje me ta dhe u them shpesh që një dorë lan tjetër, të dyja duart lajnë fytyrën. Nëse do në rregull ata, do dal prodhimi i mirë, është prodhimi i shitur dhe ata të garantuar dhe unë i garantuar. Sipas blegtorit Peça, që blegtoria të ketë zhvillim, nevojitet më tepër mbështetje nga ana e instancave përkatëse, sidomos për sa i përket çmimit të qumshtit dhe të mishit, i cili merret direkt nga blegtorët. Çmimet çdo produkt vetë lartë dhe çmimi i qumshtit po bën poshtë. Shpenzimet, kostot janë marramendçe, domethënë një të lidhur të dengut që i bëjmë neve, bën 1.000 lekë, 1 litër qumësht 1.400 lekë. Të paktën të qëndronte në çmimin që ishte. Le që dhe me atë nuk jemi, se kam vajtur të tëra çmime dhe marramendçe.
që të plugosh një strem, që vesh të blesh një impult, një kuintal super, bësh 30.000 lek. Momentalisht shumësin e hapin 1400 lek, na kam premtuar. Unë s'ka marrë për këtë sezon, se me depozitoje dhe thash që të marrë një, po në thanë që si vjetë do varjoj të 1400, kur vjetë e kishim 1600 lek. Krahas së blegtorisë, traditë është edhe bujqësia, ku banorët në këtë periudhë kanë përgatitur tokën dhe po bëjnë mbjelljet e para, kryesisht të perimeve. Tani është periudha që neve fillojmë dhe punojmë tokat. Kemi mbjell patatet, jemi duke mbjellur qep, edhe punojmë tokën për periudha e pranverës që fillon në këtë periudhë duhet të çajmë tokat se zën barë. Pastaj nuk punojmë kollaj edhe nuk thahen kollaj. Kjo është një traditë në familjen tuaj, punimi i tokave dhe të mbjellave? Kështu e kemi tërë jetën, kështu e kemi trashëguar. Na gjyshit, na stërgjyshrit kanë punuar tërë jetën se kemi patur ujë këtu dhe jemi në burimin e Libovës. Edhe vazhdimisht i punojmë këto toka që kemi, me të mbjella, perime, domate, speca, qep, patate i bëjmë vetë. Kemi nevojë, jemi pensionist, nuk kemi të ardhurat tjera dhe prandaj jemi detyruar që t'i punojmë. Po për sa i përket vendit, i do vendi këto kultura, prodhohen? Prodhohen qepa, patatja, vetëm tani janë disa varietete që këto nuk u durojnë kalbe, i bie kalbëzim. Sa do që i përkatim i bëjmë, po nuk kanë garanci. Në këto vite të fundit, keni shtuar sipërfaqe apo keni provuar që të fusni edhe kultura të reja? Neve kemi tokë bujësore në fush, rreth 10 hektar tokë, tër familja se kam patur motrat, janë martuar, nëna ka vdekur, edhe tokë në atyre ka mund tër, po nuk e punoj dot, unë jam pensionist për vete, kushta punoj, ja kam dhënë një nipi tim, e punojnë ata mbjedhin misër, mbjedhin jonjë, mbjedhin kështu. Neve vetëm këto që kemi këtu në territor të shtëpisë, këto punojmë. Po për sa i përket aktivitetit fizik, përveç të tjera, pasi ju këtu, do më thonë, konsumoni edhe perime bio, po për sa i përket aktivitetit fizik, është një anë e mirë kjo? O mirë është, ne edhe kemi, si të thuash, si eksperiencë pune të vazhdueshme, këtë se kemi qenë në ndërmarrje bujësore, do ditë për ditë në punë, do punoj edhe jemi mësuar që punojmë. Nuk e kemi problem, u lodhemi i rrimë se ne pleqemi tani. Punojmë, shplodhemi, fillojmë prapë. Sot këtu nesër të koshti tjetër, se koshtrat vogla janë këtu, nuk janë toka të mëdha. Sa sipërfaqe tokë keni që i kultivoni? Sigurisht, këto janë rreth një 300-400 metra tokë që e punojmë. Dhe të gjitha, do më thonë, për familjen? Për familje, po ja, edhe kuna të pronë, ju bëjmë dhe hatëre, i japim njëri të tjetrit të afërme. Ne kemi në bashkën tonë bio, në ratë parë, edhe se adalim do se blejmë ilacet me lek, të dy bashkë, të ardhura s'kemi edhe, që të kemi në një baktia, në një të ardhu tjetër, s'kemi, me këto 2 qika rojmë, shkojmë. Pra, kultivimi i kulturave të ndryshme është edhe një ndihmë ekonomike për familjen? Pa tjetër, është shumë ndihmë ekonomike. Përse t'i blejmë kur kemi tokën, një jo qepën, një patate, sa kemi mundësi, po t'i bëjmë na pak e na pak. Po, kur filloni mbjelljet? Në çfarë kohë deri në çfarë kohë? Që tani deri në fund të predit mbjellja. Tani patatet tja qepa në këtë stinë, pasan duke ardhur si pas stinës, domate, barbunjera, të tëra këto që mbjelljes. Gjatë deri në predit. Po, sa kohë kaloni në koshtra, në punën e koshtrave? Në koshtra ne kalojmë derisa, po që tani e deri në vjesa që thahen, që thahen më ato që s'bëjnë me. Duke vaditur, duke prashitur, duke bërizmetin, barosen, do t'ju rështë e koka. Çfarë mendimi keni, sepse tani kohët e fundit ka shumë nga banorët që provojnë edhe kultivojnë edhe prodhime të reja,
ndoshta eksperimentojnë më sakt, qoftë me karrotën, qoftë me lule lakren, me këto të tjerat. Ju keni provuar? Patjetër, lule lakër, brokullin, atën repën, çdo lloj bimi i mbjell. Kur ka mundësi, i mbjell. Kur s'ka mundësi që më ecën shëndeti, i lë. Bëj ato më kryesore, domate, qep, saqë. Ndërkaq, fermerët kanë rritur sipërfaqet e mbjella me ullinj dhe kultura arrore. Zëra thekson se vitet e para të kultivimit të këtyre kulturave kanë dhënë prodhime shumë premtuese, ndërsa për sa i përket kulturave, misër, grur, jonxh, sipërfaqet e mbjella janë të ngjashme me ato të vitit të kaluar. Numri i fermerëve dhe këtu ndarja mund të bëhet në dy grupe. Fermerë të vegjël që prodhojnë për nevojat e tyre dhe fermerë potencial. Fermerët potencial janë kryesisht fermerë që kultivojnë kulturën e misrit. Kultura e misrit kultivohet në 3 fshatra, në Bulo, në zonën e Libohovës dhe në Drinon e Pravisht. Numri i fermerëve është rreth 60. Kanë rritur sipërfaqet e të mbjellave këtë vit, këta fermerë? Këta fermerë, sipërfaqet nuk i kanë rritur, qëndrojnë pasi sipërfaqja që kultivojnë nuk e kanë gjithë të tyre, e kontraktojnë nga fermerë tjerë të cilët nuk kanë mundësi ta shfrytëzojnë dhe është vështirë për të rritur sipërfaqja, për arsye sepse toka është ajo dhe asnjëri nuk mund ta lëj pa mbjell pasi ka një kontratë me fermerin zotërus të tokës. Ka kultura të reja që janë shtuar në këtë bashki, për sa i përket nga ana e fermerëve? Në bashkinë Libohovë, kulturat e reja që mund të quhen është kultura e ullirit, pasi është shtuar sipërfaqja e mbjelljes me këtë kulturë dhe arrorët. Arrorët në fshatrat malor kanë qenë tradicionalisht, por me subvencionet e tyre është shtuar sipërfaqja e arrorëve kryesisht në zonën fushore, në tokat e cilësisë më të ulët dhe sipërfaqja e arrorëve është arritur rreth 20 hektar, kryesisht në Libohovë. Klima e do dhe kanë filluar të prodhojnë pavarësisht që është herët. Prodhimi është i ulët pasi kurora e tyre është në vitet e para, është më e vogël, por deri tani të dhënat janë premtuese. Libohova, një nga zonat më të njohura për resurset e saj natyrore dhe mundësitë e zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë, ka shënuar një rritje të konsiderueshme në zhvillimin e agroturizmit. Banorët e Libohovës po kthejnë gjithnjë më shumë vëmendjen drejt këtij sektori, jo vetëm duke hapur shtëpi pritëse, por edhe duke krijuar hapësira të reja ku vizitorët, qoftë vendas apo të huaj, mund të njihen më thellë me traditat lokale, ato bujqësore dhe blegtorale. Agroturizmi si një degë e turizmit, vitet e fundit ka filluar të prapet edhe në bashkinë tonë. Janë disa fshatra potencial si Labova e Kryqit, e cila ka 4 bujtina dhe interesi është në shtim. Po kështu është fshati Stegopulit, fshati Nebravishës, kanë Libohovë bujtin, ka një hotel në Zagorie, ka një kamping në fushën e Çajupit dhe interesi sa vjen e shtohet. Kryesisht në traditat rruhen në fushën e kulinarisë. Ushqimet janë tradicionale të zonës dhe për këtë ne kemi një eksperiencë të mirë, kryesisht në Libohovë, në Labovë, bëjnë gatime tradicionale dhe të pëlqyeshme nga klientela ose vizitorët e ndryshëm që kalojnë territorin tonë. Ndërkaq, Filip Zëra e cilëson lëvizjen si një iniciativë pozitive dhe me potencial për zhvillimin dhe promovimin e traditave të zonës, duke çuar Libohovën në një nivel më të lartë turistik dhe kulturor. Kjo fushë ka premtim dhe
Personat që merren me këtë janë të kënaqur dhe shtimi i kapaciteteve dhe interesi tregon që është fitimprurës. Bujqësia, blegtoria dhe zhvillimi i agroturizmit po ndikojnë në përmirësimin e ekonomisë dhe të jetesës së libohovitëve, por gjithashtu po ndihmon në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, duke u ofruar vizitorëve një përvojë autentike.